Nëse nuk mendon është fantastike, sepse ti shkon në teatr dhe shef një estradë, një varietet estradës dhe të shesh, realisht ka qenë shumë mirë. Sikur ka një lloj dorë ose një lloj force të padukshme që kërkon të na shtyjë drejt të qenit gjithnjë më budallënj, po themi, ose gjithnjë më pak të mendojmë gjithnjë më pak për veten tonë. Një lloj algoritmit real. Po. Pra që nuk e ke vetëm në telefon, por që e ke edhe në përditshmëri. Pra një algoritëm që ty të përfshin, don apo nuk don në këto gjëra që pastaj të demotivojnë, nëse vërtet mendon. Po. Nëse nuk mendon, do të thënë, nëse nuk mendon është fantastike, sepse ti shkon në teatr dhe shef një estradë, një varietet estradës dhe të shesh, realisht ka qenë shumë mirë. Nëse pastaj fillon edhe thumar po prit se pse, si ka mundësi, pse nuk ka më shfaqje të tjera atje, atëherë fillon edhe shqetësohesh dhe fillon e demotivohesh. Kështu që po unë i besoj kësaj teorie që nuk është se e tham shpesh, por me që bashkënda kemi patjetër që do ta thosh.